Erion Veliaj, kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës, i cili ndodhet në burgun e Durrësit për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale, ka reaguar për gënjeshtrën e italianit Gabriele Taroni Longinoti. Për italianin që as me një as e njo, por që nisi një zinxhirjes shkatrues ngjarjesh që të kuptoj se nuk jam hakmarrës, por ai dhe kushdo tjetër këtu në Shqipëri duhet të kuptoj që fjalët kanë peshe kur janë të rreme, thyen karriera, qytete e familje që do të duan dekada të rikuperohen. Për të tjerët që u bën me vetdia apo me zell politik pjesë e këtij fabrikimi, dua t'u them se un jam i burgosur, por nuk jam në burg. Jam i qetë dhe i çliruar në ndërgjegjen time. Shpresoj që të keni fuqi të çliroheni nga burgu i ligësisë suaj ku keni mbyllur veten, pasi e vërteta e rrëfimi do t'ju bëjnë të lirë, shkruan ndër të tjera Veliaj. Se çfarë kanë mediat shqiptare që një italian gënjen i cili tani thotë që unë gënjeva, në fakt ai duhet marrë i pandehur, megjithse ai është pjesë e inceneratorëve dhe i përfshirë në skema në atë grup të strukturuar kriminal pavarësisht kohës së ndarjes së tij. Në fakt Erion Veliaj më shumë se sa të shqetësohet për italianin që pas ka thënë një të pavërtet që e pas ka takuar apo jo Veliajn, duhet të na thotë sa herë ka takuar Mirel Mërtirin dhe ku e ka takuar, duhet të na thotë sa herë ka takuar Klodian Zoton dhe ku e ka takuar. Cila është përgjegjësia e kryetarit të bashkisë për inceneratorin e Tiranës që nuk ekziston? A ka përgjegjësi penale Erion Veliaj për drejtorët e tij që kanë firmosur për këtë dokument, që kanë krijuar 60 milion euro të ardhura për koncesionarin për inceneratorin që nuk ekziston në Tiranë? A ka përgjegjësi Veliaj për sabotimin dhe shkatërimin e njësisë së zbatimit të projektit? A ka përgjegjësi Erion Veliaj për monitorimin dhe ndjekjen hap pas hapi të ndërtimit të landfillit të inceneratorit, që reklamohej si një histori e madhe suksesi, kur në fakt ai shkonte rrugëve të Tiranës cep e mcep, nuk e dinte se çfarë bëhej në sharr te landfilli. Ama shkonte dhe inauguronte kopshte duke lënë gojë hapur Mirel Mërtirin dhe Klodian Zoton. A ka përgjegjësi Erion Veliaj për dokumentin që firmos dhe bie dakord në parim drejtuar Alçi Bllakos para se të mblidhte Këshillin Bashkiak? A ka përgjegjësi Erion Veliaj për masakrën dhe ndotjen që ka ndodhur në kryeqytet? Për kompanitë zinxhir të blera nga Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe njerëzit e tyre të cilat shkonin te Mega Albania, te kompjutri Ajola Xozës. Një italian që gënjen dhe ndërron dëshminë e tij i bler nga televizioni apo nga të tjerë nuk është problemi vërtet i landfillit dhe inceneratorit të munguar në Tiranë. Problemi vërtet janë 130 milion euro të paguara nga transfertat e pakushtëzuara dhe Bashkia e Tiranës për një incenerator që nuk ekziston, ku pretendohet se paguhet 29 euro për ton për përpunim mbetjesh, por më pas ju firmos edhe një kontratë shtesë për dherat pa pyetur askënd. Ndërkohë kërkohet një incenerator nga vetë Erion Veliaj, nga qeveria dhe nuk pyetet Këshilli Bashkiak. Firmosen dokumente, kalojnë para nëpër media, paguen kompani, gjenden emrat e një pjesë të tyre dhe të kompjutri Ajolës bashkëshortes Erion Veliajt. Kryebashkiaku del dhe reagon dhe halli i tij i madh është gënjeshtra e një italiani, një gënjeshtër pa pasoja pas një lidhje me veprën penale dhe hetimin e bërë për inceneratorët. Dokumentet e tjera janë aty, i ka në dosje Spaku, i ka në dorë Dritan Prençi, prokurori që ka frikë të hetojë Erion Veliajn, ku shpërdorimi i detyrës është i provuar me dhjetra dokumente dhe fakte. Por të mos e bëjmë as rolin e gjyqtarit dhe as të prokurorit. Po sjellim këtë dokument siç kemi sjellë dhe të tjera për shkrimet tona për gjithçka që kemi renditur më sipër. Problemi Erion Veliajt me inceneratorët nuk është italiani. Problemi Erion Veliajt me inceneratorin e Tiranës që nuk ekziston është shkelja e ligjit që ka bërë kryetari i Bashkisë së Tiranës i burgosur në Durrës, i quajtur Erion Veliaj.